wa sabbu lillah, sharja e Zotit, wa li dinihi wa li rasuli, e fesë dhe pejgamberit. Wa minhu shu'abun idha waqa'at lam yaqa al-kufr al-akbar al-mukhrij min al-milla, dhe ka degë që nëse i bën dikush nuk ka rënë në kufrin e madh që të nxjerr nga imani të rësisht. Sikur të është sharja e muslimanit, vrasja e tij, vajtimi e kështu me radhë. Pse kanë përmend këtë shembull edhe ata më herët, sepse për shembull ka ardhur në hadithe sibabul muslim fisk, sharja e besimtarit është gjunah. Wa qitaluhu kufr, e vrasja e tij është kufër. Sa është përmend emërtimi kufër në këtë rast. Mi po kjo nuk është për kufrit madh që të nxjerr nga feja të rësisht. Andaj me këtë ulemat Ibn Taymiyyah rahimahullahu në këtë rast ka desh tregon se jo çdo kon ku përmendet fjala kufër e ka kuptimin e kufrit madh. Se te edhe një për shembull vajtimi ka thonë është min el jahiliye, nga ignoranca. Atë me ignorancë nën kupton ignorancën e para islamike, domthon shirkut dhe kufrit, por nën kupton edhe pjesë nga ajo ignorancë. Se këtu janë domthon keq përdorimi i termeve fetare. Fjala kufër, shirk, nifak, ignorancë kanë domethënë e veçanta në kontekstin e duhur. Andaj s'mundesh gjatë të jap njëri kuptim. Sepse sipas argumenteve nëse i marrim atëherë edhe ai që e vret musliman është kafir për gjithmonë në xhehenem. A kjo nuk është qëndrimi i ahli sunnetit ndaj vrasësit. Thot pasaj wa inna ma yakunu mukhtalifan waqi'an fil kufr al-asghar, pra ky njeri ka bën një mëkat dhe ka rënë në kufrin e vogël, wa huwa al-kufr al-amali, që është kufër i veprës, wa huwa la yukhriju min al-milla, i cili nuk nxjerr nga mileti. Pra këto rregulla janë marrë prej librave al-iqtida sirat al-mustaqim të Ibn Taymiyyah, ta'dhimu qadru as-salat Marveziyut, kitabu as-salat ibn Qayyimit, الرسائل المفيدة للشيخ عبد اللطيف ابن عبد الرحمن ابن حسن وأعلام سنة منشورة حافظ حكيميوت وليباتيا كتسيال أثط نمهجد أشتو بروفيسور دكتور علي الشيبلي بروفيسور يكتيدس نونسيتنا مدينة رحمه الله تعالى سين ليبا دمغون أكان لكم مندوار شيخ صالح فوزاني عبد الله غنيماني عبد الله غنيماني وعبد الله بن سليمان بن منيع دمغون يقولون دي ماضي علماء për të pas parasysh këta elemente që të ndihmojnë në bërjen e këtyre dallimeve. Shkem tash te gradat e besimit, imanit. Gjithashtu kjo është më rëndësi për ta kuptuar për shkak se këtu edhe vjen problemi. Grada e parë është themeli i besimit, aslul iman. Themeli i besimit, domthonë. Sikur se kemi thonë nëse i kujtohet desë akidës, kemi thonë themelet e themeleve flasim. Se akida është themel. Po ka themelet e themelit. Edhe kjo është themeli i besimit, themeli i themelit. Kjo gradë ndryshe quhet edhe al-imanul mujmal apo mutlaqul iman. Besimi general apo besimi bazor. Nëse këtë nuk e ki, nuk ki iman. S'mundesh, nëse kjo është tamam esenca e esencës. Edhe kjo grad nuk pranon paksim dhe shtim, është kufiri i islamit dhe vija ndarëse mes besimit dhe kufrit. Kjo vepër është detyrë për secilin që hyn në qarkun e besimit dhe kusht i vërtetësisë së tij. Pa këtë s'ka iman. Grada e dytë, besimi i detyrueshëm, domethënë obligativ. Al-imanul wajib. Kjo grad ndryshe quhet edhe al-imanul mufassal ose al-imanul mutlaq ose hakikatul iman. Imani i detajizuar, besimi absolut apo realiteti i besimit. Kjo është grad vijuese gradës së parë, kurse pronari i kësaj gradi i kryen detyrat, largohet nga mëkatet e mëdha dhe gjunat, i përmbahet të gjitha detyrave detare të shariatit sipas mundësisë. Asa më shumë i shtohen veprat, aq i shtohet besimi, e nëse bën gjuna të vogla i ashlyen veprat e mira dhe largimi nga mëkatet e mëdha. Kjo është grada e dytë. E treta është besimi i pëlqyeshëm, el-imanul mustahab, tash është themeli, është mesi, domethënë ose esenca dhe dalim në kulmin. Kjo grad ndryshe edhe quhet el-imanul kamil bil mustahabbat, besimi i plot në gjërat e pëlqyeshme. Kjo grad është pas gradës së besimit të detyrueshëm dhe paraqet gradën e ihsanit. El-ihsan ta'budu Allah ka'annaka tara wa in lam takun tara fa innahu yarak. Të adhurosh Allahun sikur se ti e sheh atë, edhe pse ti nuk e sheh Allahun, Allahu sheh ty. Ky njeri nuk mjaftohet me veprimin e obligimeve dhe flakjen e gjunave, por i vepron dhe veprat e pëlqyeshme, mustahab dhe i largohet nga veprat e urrëtura me kruh. Po këta gradat, kur të kemi parasysh këta grada, domethënë atëherë na e kuptojmë se nëse mungon çka, nuk je hiç besimtar.
Nëse mungon grada e parë, s'mund të qenë besimtar. Domthon mutlaqul iman, esenca ose themelet e besimit. Pra të më nësi këto kadhuri. Thot imamat e shënë be imanin, ka shumë, ne kemi zgjedhur disa. Ehli suneti është i pajtuar në lidhje me besimin, imanin se është fjalë dhe vepër, fjalë e zemrës dhe gjuhës dhe veprat e zemrës dhe trupit. Shtohet me adhurime dhe paksohet me gjuna. Konsenzusin për këtë gjë e kanë theksuar shumë dietar, madje ky definicion është bërë prej veçorive të ehli sunetit dhe dallues mes tyre dhe bidatçive. Te mesela e parë e gradat kemi disa ajete që i bëjnë këtë ndarje. Për shembull, ajeti në surën Anfal ajeti 4, ulaika humul mu'minun haqqan lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Ata janë besimtarët e vërtet, kanë gradat të Zotit të tyre, falë dhe rizq fisnik. Apo ajeti në surën Hujurat ajeti 15, innamal mu'minuna alladhina amanu billahi wa rasulihi thumma lam yartabu, besimtarët janë ata që besojnë Allahun dhe pejgamberin, pastaj nuk dyshojnë këtë gjë. وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم dhe luftojnë me pasurinë e tyre dhe vetveten në rrugt të Allahut, ulaika humus sadiqun, këta janë të vërtetët. Kjo vlen për kategorinë e dytë, domthonë argumente. Për kategorinë e tretë ose ndarjen e njerëzve pastaj është ajeti kuranor në surën e Fatir ajeti 32-33, thumma awrathna al-kitaba alladhina istafayna min ibadina, pastaj walam trashëgim librin që atyre që i zgjedhën për robëve të tanë. فمنهم ظالم لنفسه بتوع كاوتشي بين ظلم ودفيتس ومنهم مقتصد بتوع كان مساتار ومنهم سابق بالخيرات بتوع كان نزيتوش نبيبرات ميرا بإذن الله مليت الله ذلك هو فضل الكبير كأجد ذنتي أماضي جنات عدن يدخلونها تدخلون جنات عدن يحلون فيها من أساور من ذهب تستليسا ما بلوزيك قاري ولؤلؤا ذنق مرغريتار ولباسهم فيها حرير ذاتفيشا ما من دفش. Thot Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma, as-sabiqu bil khairat yadkhulu al-jannata bighayri hisab. Ai që nxiton në veprat mira hyn xhenet pa llogari. Wal muqtasid mesatari maturi yadkhulu al-jannata bi rahmatillah, hyn xhenet me rahmetin e Allahut. Wa zalimu li nafsihi az-zulmtari wa ashabu al-a'raf yadkhuluna al-jannata bi shafa'ati Muhammad sallallahu alayhi wasallam, hyn xhenet me shafa'atin e pejgamberit sallallahu alayhi wasallam. Thot Imam Mujahid ibn Jabr, jam mundu që të marrë për tabiinëve dhe imamëve, filozofa dhe ulemat tjerë që ka thonë, besimi imani është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet. Edhe kjo shprehet vazhdimisht te imamëve. Velid ibn Muslim al-Qurayshi thot, kam dëgjuar Auzaiun, Malik ibn Anesin, Said ibn Abdul Azizin, që e kundërshtojnë atë që thoshte besimi është thënie pa vepra. E thonin, s'ka besim përpos se me vepra dhe s'ka vepra përpos se me besim. Sheikhul Islam, el-Imam Auzaiu rahimahullah ka thonë, nuk stabilizohet besimi përpos se me fjalë. Besimi me fjalë nuk stabilizohet përpos se me vepra. Besimi me fjalë dhe vepra nuk stabilizohet përpos se me niyet dhe përqim me sunet. Selefi i kaluar nuk bënin dallim mes besimit dhe veprave, sepse veprat janë prej besimit dhe besimi prej veprave. Kurse besimi është emër që i përmbledh këto gjëra. Ai që beson me gjuhën e tij, e njeh me zemër dhe vërteton këtë me vepër, kjo është ligtari i fuqishëm i cili nuk kaputet. Kurse ai që e thot me gjuhë, mirë po nuk e njeh me zemër dhe nuk e vërteton me vepra, nuk pranohet prej tij, kurse në ahiret do të jetë nga të humburit. Imam Maliku rahimahullahu taala thot, besimi është fjalë dhe vepër. Imam Shafiu rahimahullahu taala thot, besimi është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet, shtohet me adhurime dhe paksohet me gjuna, pastaj lexoj ajetin kuranor ku Allahu subhanahu thot, "Wa yazdadu alladhina amanu imanan", dhe besimtarët ushtohet imani. Imam Ahmedi rahimahullahu taala thot, 90 tabiin, imam të sunetit, imam të selefit dhe fuqaha të vendeve të ndryshme janë pajtuar se suneti në të cilën vdiq pejgamberi sallallahu alaihi wasallam është, e fillon e kallzon akiden, e pastaj mes tjera thot, besimi është fjalë dhe vepër, shtohet me adhurime dhe paksohet me gjunahe. Gjithashtu ka thonë, besimi shtohet dhe paksohet, shtohet me vepra dhe paksohet me lënien e veprave. Imam Neviu rahimahullahu taala këtë kanë përmend me qëllim për treguar edhe esharive që zakonisht u referohen Imam Haxherit dhe Neviut se në çështën e imanit Imam Neviu rahimahullahu ka qenë i saktë. Thot Abdul Razaku thot, kam dëgjuar hoxhallar që kam takuar Sufjan Theuriun, Malik ibn Anesin, Ubeyd ibn Umerin, Evzaiun, Ma'mar Rashidin, Ibn Jurayjiun. Sufjan Ujen duke thënë, besimi është fjalë dhe vepër, shtohet dhe paksohet. Pastaj thot këtë mendim e ndajnë edhe Abdullah ibn Mesudi, Hudhaifa, Nakhaiu, Hasan Basriu,
Ata ibn Abi Rabah, Tawusi, Mujahidi,